jam këtu sot me kolegun tim Beratin, që para juve, por edhe para qytetarëve tanë, të paraqesim një rast eklatant korruptiv, e që është rasti i rezervave shtetërore. Po flasim për një rast të rënd, të dokumentuar tani më në aktakuzën e prokurorisë speciale, që ndërlidhet me rezervat strategjike të shtetit të Republikës së Kosovës. Ky nuk është një rast thjesht administrativ, ky është një rast që e prek sigurinë kombëtare, financat publike dhe integritetin institucional të shtetit tonë. Të gjitha faktet që unë dhe Berati sot do të paraqesim para juve janë ekskluzivisht fakte të marra nga aktakuza e cila tani më është publike. Po filloj me të gjitha shkeljet me radhë dhe faktet që i kemi në këtë aktakuzë. E para është dëmi financiar që i shkaktuar buxhetit të Republikës sonë. Prokuroria Speciale e Kosovës ka theksuar përmes aktakuzës se në këtë rast është shkaktuar dëm prej rreth 3 milion eurove ndaj buxhetit të Kosovës. Dhe ky dëm përfshin rritjen artificiale të çmimit të grurit, rreth 200 euro mbi çmimin e tregut në atë kohë, sasi të padorzuara të mallit të blerë që është kryesisht vaj dhe sheqer, kontrata të palegjshme të transportit të këtyre madrave që e tejkalojnë kontratën origjinale dhe pagesa 100% në avans e që është krejtësisht në kundërshtim me të gjitha ligjet e vendit, por edhe të gjitha praktikat e deritanishme. Shkelja e dytë e madhe. Kemi të bëjmë me favorizim të kompanive. Kemi të bëjmë me çmime të fryera, por edhe me procedurë tërësisht të mbyllur që njihet si procedura me negocim. E që në këtë rast është krejtësisht në kundërshtim me ligjin e prokurimit, por edhe ligjet tjera. Në këtë kontratë të negociuar, që ne e quajmë edhe kontratë sekrete, çmimi i kontraktuar i grurit ishte 483 euro për ton, kurse çmimi real i tregut në atë kohë sipas të dhënave të doganës ishte 290 euro për ton. Pra diferenca apo dallimi në çmim diku rreth 193 euro për ton, e ku dëmi total i shkaktuar ndaj buxhetit të vendit e taksave të qytetarëve tonë është rreth 2 milion euro në tërësi, vetëm nga ky element i kontratës. Në kontratë gjithashtu kemi të bëjmë me kompani të favorizuara, të cilat as nuk i kanë plotësuar kushtet minimale për të ofertuar për këto produkte. Ato kanë qenë njëra prej tyre kompani e ndërtimit, por normalisht të lidhura ngusht me njërin nga të pandehurit me emrin Ridvan Muharremi. Këto kompani të favorizuara janë Jafe Tourism, njëra e Turqisë, dhe Xanto SP Zu e Polonisë. Ndërsa në këtë rast, operatorët vendor janë eliminuar nga gara, pavarësisht plotësimit të kushteve dhe ofertës më të favorshme ekonomike. Të gjitha këto theksohen në aktakuzën që është tashmë publike. Një tjetër fakt eklatant, korruptiv që theksohet në aktakuzë është që kemi të bëjmë me madhra të padorzuara. Pra përveç kontratës me çmime të larta e korruptive, kemi edhe madhra të cilat nuk kanë arrit asnjëherë në vendin tonë. Rreth 60 ton grur mungojnë në tërësi e të paguara në avans. 276.000 euro vlerë në vaj dhe sheqer nuk janë dorëzuar fare, pra nuk kanë arritur kurrë në vendin tonë. 672.000 euro transport i paguar në kundërshtim me kontratën. Pra përtej kontratës, edhe pse është pagu një herë përmes çmimit të kontraktuar, është pagu 2 fish për transportin, pra është pagu shtesë. Fakti i radhës që dëshirojmë me theksu, e që është i theksuar edhe në aktakuzë, është përfshirja e personave privat në vendimarrjen shtetërore, që është një skandal i papam institucional. Prokuroria thekson se një person privat me emrin Ridvan Muharremi, pa asnjë rol zyrtar në shtetin tonë, ka negociuar këto kontrata, ka zgjedhur operatorët ekonomik,
ka marrë dokumente të brendshme institucionale që konsiderohen edhe sekrete shtetërore dhe ato pastaj i ka ndarë përmes grupeve WhatsApp të krijuara nga vetë ministria në këtë rast. Ky është një nivel i pastër i kapjes së procesit furnizimeve strategjike shtetërore prej personave privat që janë jashtë institucioneve. Dhe normalisht që ky përbën edhe një rrezik të papamtë sigurisë kombëtare në vendin tonë. E fundit që dëshiroj me e theksu këtu me ju është që këtu kemi edhe të bëjmë edhe me zbulim të fshehësisë zyrtare në këtë akt akuzë, e që është vepër penale. Prokuroria gjithashtu e thekson në akt akuzë shumë qartë se Rozeta Hajdari, Irfan Lipovica dhe Hafiz Gara kanë zbuluar fshehësi zyrtare shtetërore. Ata i kanë dërguar një personi privat, në këtë rast Ridvan Muharremit, vendodhjen e depove të rezervave shtetërore, planin vjetor të furnizimit të rezervave shtetërore, sasitë e madhrave strategjike që janë rezervat tona shtetërore dhe dokumente tjera konfidenciale për rezervat e shtetit. Të gjitha këto informacione që i përmenda e që sipas ligjit konsiderohen sekrete shtetërore janë ndarë në mesvete përmes WhatsAppit dhe përmes një emaili zyrtar i cili theksohet në akt akuzë që është ridi.muharremi@gmail.com. Pra një proces i papame, i pa precedent deri më tani përmes WhatsAppit, të cilin e kemi ndëgjuar edhe në disa raste tjera. Pra ky shtet po na bëhet WhatsApp shtet. Ky është një skandal i pa precedent për një shtet që dëshiron të funksionojë sipas standardeve më të larta të sigurisë, por edhe të qeverisjes së mirë e të transparencës. E mos flasim për një shtet që synon luftën ndaj korrupsionit.